Pas 5 ditësh mungesë të ujit, ka nisur furnizimi një pjesë të qytetit të Vlorës, aktualisht zona e Lungomarës. Megjithatë, qytetarëve u bëhet apel që në 48 orët e para të mund të përdorin për konsum dhe gatim. Me mbërritjen e pajisjeve të porositura në Turqi, gjatë natës 10 punonjës të ujësjell kanalizimeve në Vlorë punuan për riparimin e tubacionit kryesor nga çarja të cilit uji i pishëm mungonte. Ndërhyrja për rregullimin e tubit përfundoi rreth orës 4 të mëngjesit, moment në të cilin filloi edhe mbushja e depove. Drejtori i ujësjellësit të Vlorë, pas riparimit të defektit të tubacionit, ka deklaruar se në orët në vijim situata do të normalizohet më të mirë. Po mund të themi që jemi në fund të avarisë, ka filluar furnizimi i depos qytetit, janë ndezur stacionet e prodhimit të ujit, me pjesët që erdhën dje në mbrëmje dhe ju i patë vetë nga Turqia. Me njerë filloi instalimi i tyre dhe vendosja e tyre për eliminimin e defektit, gjë e cila u realizuar në rreth orës 4-5 të mëngjesit ditës së sotme. Jemi duke monitoruar situatën, jemi okay për momentin, nuk kemi asnjë situatë dhe do vazhdojmë të jemi dhe në vazhdimsi. Specialistët, ekspertët, inxhinierët kanë vlerësuar që çdo gjë në rregull dhe aktualisht që po flasim, depo i qytetit po furnizohet me ujë nga stacionet e prodhimit. Aktualisht kush po merr ujë dhe ku do të thet i gjithë qytetit? Zona e Lungomarës apo zona e Bregdetit furnizohet aktualisht me ujë. Për zonën e qytetit furnizimi do të jetë me sistem shpërndarje, mbasi të furnizohet dhe të mbushet e gjithë depozitat e depove të qytetit, do filloj shpërndarja e ujit rreth orës 17 të kësaj mbasdite. Do duroj veri e fundit, do të themi që do të rishikohet sërish ky defekt në ndoshta edhe vitin e ardhshëm për të mos patur problematika të tilla apo jemi okay tash? Aktualisht jemi në rregull, megjithatë do bëjmë gjitha vlerësimet për situatën, shkaqet, arsyet, çfarë masë duhet marrim në vazhdimsi për mos u ndodhur përsëri në situata ku pati këtë vonesë dhe i kërkojmë ndjes qytetarëve për këtë situatë të krijuar. Është bërë maksimumi dhe angazhimi në mbështetje dhe me kryetarin e Bashkisë Vlorë, Bashkinë e Vlorës, me mbështetjen e Drejtorisë Përgjithshme të Ujësisë Kanalizimeve në Tiranë, qeverisë, nga të gjitha palët është bërë një angazhim maksimal. Uroj gjithë qytetarëve të Vlorës gëzuar festat e fundvitit, një vit i mbar dhe t'i kemi lënë brapa që gjitha këto probleme. Qytetarët mbajtën edhe një protestë para bashkisë ku patën edhe përplasje me policinë. Të revoltuar për këtë situatë, ata hodhën letra higjienike dhe vezë para mjedisit të bashkisë. Qyteti bregdetar i Vlorës mbeti pa ujë të pishëm pas një defekti në tubin kryesor që furnizon depot e qytetit me diametër 1000 mm. Nga ana tjetër, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimeve, Faluers Shoshi, tha se çarja e tubacionit erdhi si pasojë rrëshqitjes së dheut. Ai theksoi se tubi me diametër 1000 mm duhej të ishte gize ose qeliku dhe jo plastik.